Pra të thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Enes ibn Malik, që thonë të pejgamberi Allahut se Allahu azza wa jall ka disa njerëz në këtë dunjë që janë të përzgjedhur. Ka disa njerëz në këtë dunjë që janë njerëz e përzgjedhur të Allahut. Kush janë këto që i ka përzgjedh Allahu azza wa jall? E pyetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush janë të përzgjedhurit të Allahut? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëz e përzgjedhur të Allahut janë barësit e Kur'anit Kerimit. Këto janë miqtë të Allahut dhe njerëz e veçantë tek Allahu azza wa jall. Njerëz më të dashur të Allahu azza wa jall është ai barësi i Kur'anit Kerimit, ai që mëson Kur'anin dhe ai që ua mëson të tjerëve, ai që e lexon Kur'anin dhe ai që ndëgjon Kur'anin, dhe ai që mediton rreth Kur'anit dhe ai që vepron me Kur'anin. Pra ata këto janë njerëz e zgjedhur të Allahut azza wa jall. Allahu na bën prej atyre që Allahu azza wa jall na përzgjedh. Para mendoje krijuesi mi përzgjedh krijesat. Nëse Allahu të përzgjedh ti je më i lartë. Për këtë arsye kanë thonë cilët që janë njerëzit më të lartë në xhenetin Allahut janë lexuesit e Kur'anit Kerimit. Ka se Allahu azza wa jall ditën e gjykimit u thot atyre lexoni Kur'anin Kerim rrjedhshëm siç lexoshi në dunjë. Lexoni Kur'anin Kerim rrjedhshëm siç lexojshni në dunjë, nga se pozita juaj do të jetë në mbarimin e ajetit të fundit që e lexoni. Në ajetin e fundit që e lexon, çaq pozit ketë Allahu azza wa jall në xhennet. Pra pozita më e lartë janë hafizët e Kur'anit Kerimit. Ato të cilët e mësuan librin Allahut. Dhe libri Allahut për të mësuar është i lehtë. Pra ja vështirëson vetëm shejtani njeriu, nga se Allahu azza wa jall thot në Kur'anin Kerim: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, fa hal min mudakkir?" Ne jena ata që e kena thjeshtëzu, e kena bën të lehtë leximin, mësimin dhe përvetësimin e Kur'anit Kerimit. A ka dikush që do të more këshin? A ka dikush kandidat që do të mësoj Kur'anin? A ka dikush që interesuar që të memorizon Kur'anin? S'ka libër më i lehtë që të mësohet se sa Kur'ani Kerim. Për këtë arsye, askush thuaj se asnjë libër nuk e përvetëson, e memorizon, ndërsa Kur'ani Kerimi përvetësohet edhe nga fëmijët e vegjël 5 vjeçar. Po Kur'ani Kerimi arrit të përvetësohet sot, të memorizohet edhe në moshën e vjetër 78 vjet një gru e kerin hifzin e Kur'ani Kerimit. Ne si kur Kur'ani Kerimin të mbajmë në duar, si që i mbajmë celularët tonë, dhe si kur të kujdesmi për librin Allahut azza wa jall, që është mboroje për njeriu, është lumturi për njeriu, është ngritje për njeriu, për zgjedhje nga ana e Allahut për njeriu, dhe të interesohemi për ta, si që interesohemi për lajmet ditore, do të shifni se do të bëhemi hafizat të Kur'anit Kerimit. Allahu na i dashuroft librin Allahut azza wa jall dhe na ringjall të zemrat me librin Allahut azza wa jall. Për atë ai i cili e lexon Kur'anin Kerimin, ka thonë ai i cili e don Kur'anin Kerimin, thot pejgamberi Allahut, thot Abdullah Mesudi, thot Abdullah Mesud, men ahabba al-Qur'an falyubshir, le të përgëzohet. Me çka të përgëzohet? Le të përgëzohet me dashurinë e Allahut dhe le të përgëzohet gjithashtu me xhennetin e Allahut.